Me theks të veçantë flasim për pamjet jashtëzakonisht trishtuese që kemi parë që dje të qenëve ndacak të cilët ishin mbytur në mënyrën më mizore të mundshme. Për këta qenë dhe për 50.000 të tjerë të cilët jetojnë rrugëve të Kosovës, sot do të flasim me drejtoreshën e Fundacionit për Mbrojtje të Kafshëve, Elza Ramadani. Por, para se të flasim për këtë temë, të filloj me diçka pakës më të këndshme. Po flasim për shoqatën e përpunuesve të frutave dhe perimeve në Kosovë, të cilët kanë organizuar forumin e tyre të 5. Forum ky në të cilën kanë folur për të mirat, vështirësitë dhe sukseset e tyre. Shoqata e përpunuesve të frutave dhe perimeve të Kosovës në forumin e 5 të saj mblodhi prodhues vendor, blerës ndërkombëtar e konsumator për të njoftuar dhe diskutuar të ardhmen e sektorit të ushqimit të përpunuar në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i shoqatës Pepeko, Hartim Gashi, tha se është kënaqësi që në forum ka blerës vendor dhe nga diaspora, sepse në këtë mënyrë krijohen ura të zhvillimit dhe bashkëpunimit. Është kënaqësi që në këtë forum përveç prodhuesve vendor, kemi edhe blerësit vendor të cilët janë një akter shumë i rëndësishëm që ofrojnë produktet e tona te konsumatorët vendor. Dhe gjithashtu është kënaqësi e veçantë për blerësit nga diaspora, të cilët na kanë hap dyert e prodhimeve vendore dhe kanë krijuar ura të reja të zhvillimit dhe bashkëpunimit ndërmjet prodhuesve vendor nga Kosova. Zëvendës Ministri i Bujqësisë Imri Demelezi tha se Kosova ka rritur eksportin e produkteve agro-ushqimore në vlerën 170 milion euro. Eksporti produkteve bujqësore, ose në përgjithësi agro-ushqimore, nga vendi ynë ka rritur vlerën e 170 milion euro, kurse vetëm produktet e përpunuara, ushqime dhe pije, kanë arritur deri në 80 milion euro, duke treguar fuqinë në rritje të prodhuesve dhe përpunuesve vendor në tregjen ndërkombëtare. Zef Dedaj nga Agjencia për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë tha se nga viti 2022 deri sot skema për blerjen e makinerive prodhuese ka pasur vlerën 14 milion euro në mënyrë që të rriten kapacitetet prodhuese të bizneseve. Në total nga viti 2022 deri më tani janë dikon rreth 14 milion euro që janë shpenzuar vetëm për këtë grand skem, që ka për qëllim blerjen e makinerive prodhuese e që outputi përfundimtar është i mundësoj bizneseve prodhuese të përpunuese të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese e të përmirësojnë bilancin tregtar të mallrave. Veton Ruka nga Karitasi Zviceran tha se edhe pse Kosova ka ndërmarrës inovativ, ata ende përballen me probleme të përgatitjes për eksport, plotësimin e standardeve europiane e të tjerë. Ne e dim që Kosova ka produkte të shkëlqyera, ndërmarrës inovativ dhe përpunues që reagojnë shpejt kur është nevoja. Por shumë prej tyre ende përballen me sfida si përgatitje për eksport, plotësimin e standardeve të BE-s dhe përditësimin teknologjik dhe tërheqjen e investimeve. Bizneset pjesëmarrëse si edhe ato startup thanë se përmes këtij forumi po mundësohet që ata të njihen me blerës dhe kompani të tjera të prodhimit. Na jena për herë të parë këtu, nuk kemi ndonjë pritshmëri të madhe, po presim që me taku së paku blerës të ri ose njerëz të ri të cilët janë të fushës edhe na ndihmojnë me u fut në tregje të reja. Forumi është hera parë që na ka marrën pjesë, edhe për vret një farë interesimi i mirë kështu, edhe për vret që ka vlerë që jemi ardhur. Janë disa lloje produkteve siç po i shihni këtu, të cilat janë të destinuara për tregun vendor dhe për tregun e huaj. Sa i përket pjesëmarrjes në këtë forum, atëherë është hera e dytë që marrim pjesë këtu. Gjithashtu kemi arritur edhe me krijuar kontakte të reja me blerës. Forumi i sektorit ushqimor 2025 synim ka mbështetjen e prodhuesit vendor në rritjen e cilësisë, kapaciteteve dhe konkurrueshmërisë së tyre në tregun global. Të dashur miq, flasim për një temë e cila prek jo vetëm rrugët tona, jo vetëm lagjet tona, por unë them në fundit prek ndërgjegjen dhe atë sa jemi human ne si shoqëri. Kemi qenë dëshmitar të një video jashtëzakonisht trishtuese për me pa. Ju kemi kërkuar montazhet që patjetër të bëjnë me blur të pamje se janë shumë të vështira. Janë disa qenë endacak, këlysh, të cilët janë lënduar edhe kanë vdek fare në një pjesë të kryeqytetit. Një pamje trishtuese, një pamje që mund të flasë për gjithçka tjetër përveç
për ndjenja humane dhe njerëzillak. Çfarë ka ndodhur me këta klysh? Cili është raporti i fundit i Fondacionit të Kafshëve për mbrojtjen e kafshëve në Kosovë që flet për numrin e këtyre qenve që shkon mbi 50.000 për rastet e helmimit, për moskryerjen e obligimeve institucionale nga komunat e Kosovës, krejt këto sot i diskutojmë me zonjën Elza Ramadani nga Fondacioni për mbrojtjen e kafshëve. Elza, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Më vjen shumë keq që në këtë takim që është ndoshta i dyti brenda këtyre sa muaj po bën 11 muajsh në bombon, prap po flasim për diçka që është shqetësuese, për mungesë të përkushtimit institucional ndaj kësaj çështje, e mbi gjitha sot po flasim për mungesë të mëshirës, mungesë të njerëzillëkut, sepse kjo që pam, besoj që duhet me qenë fort pa shpirt, si thot populli, për me bo një akt të tillë. Keni informata çfarë ndodhi, kush i vrau këta klysh? Po, jo, atëherë faleminderit shumë që po e trajton këtë temë, sepse shumë e rëndësishme kur gazetarët dhe mediat flasin edhe për abuzimet që shkaktohen nga njerëz te kafshët. Është pjesë e përditshmërisë sonë dhe nuk mund t'i mbyllim syt ka Faleminderit që po e thoni këtë, se shpesh herë shoqëria jonë tenton t'ja u vëj fajin qenve, vetëm se ata po lehin, kafshojnë shpesh herë. Është rezultat sjelljes Fiks. tona. E këta dashta me ndëlidh. Nana që ka qenë aty pranë klyshve, ka pa ngjarjen. Janë videot, aktivistë që kanë xhiru pastaj vendin e ngjarjes të nesër me kur kanë gjetë, ka pa nanën larg dhe duke le, do thotë ajo që nushe ka me qenë në traumë përjashme nga njerëzit edhe eventualisht edhe ka me shumë ndoshta edhe nuk po e them 100% se qentë dhe janë krijesa shumë të mrekullueshme dhe dinë më adaptu në jetën e vështirë që përjetojnë, po thjesht pajtohem që është një akt i brisht, që njerëzor edhe kjo është një rezultat i shoqërisë tonë që i normalizon këto akte dhune. Unë them që nuk po çuditem, kemi pas rastin me pa këta kaq ashiqare, këtë brutalitet dhe këtë mizori, po në anën tjetër unë jam e sigurt, dhe jo që jam e sigurt, po pranoj çdo ditë ankesa prej qytetarëve në gjithë Kosovën, prej aktivistëve të ndryshëm me të cilët kemi bashkëpunim për dhunën që u bëhet kafshëve. Gjuhen me petarte, helmohen, shkelmohen, kur janë duke flejt goditën me shkop, së fundmi e kemi pas një rast ku në Prishtina mal një taksist e ka shkel, derisa e ka myt një qen që ka qenë të flejt, jo të i sulmu, jo të le. Kështu që, po dhe aja arsyetot edhe nëse është të sulmu dhe të le, po prapë se prapë, po du vetëm e o të rëgu njerëzve dhe ku nuk dihen të rrezikuar. Po, fik, sepse ka qytetar që ndoshta nuk pajtohen me mbrojtjen e qenve ose të kafshëve, po në them që një shoqëri më progresive është atëherë kur ne ja dim rëndësinë edhe një biletës, një mizës dhe një bubrecit, sepse të gjithë kanë pjesë edhe rëndësinë e ekosistemin që jetojmë. Unë i falenderoj edhe shumë aktivistët që kanë qenë të vendi ngjarjes, që i kanë shpëtu një qen, kanë tentuar me shpëtu një klysh, nuk e di tash sakta ka mbet gjallë ajo, por nuk besoj sepse ka qenë kishte shumë gjak aty. Kishte shumë gjak derdhë dhe kjo edhe po flitet tash edhe sipas raportit fundit që ne kemi marrë prej drejtorisë rajonale në Prishtinë, po thuhet që policia ka marrë rastin përsipër edhe me seriozitet. Sulmuesi? Deri në këtë mas e ka një person, një të dyshuar, ndoshta mund tjetë edhe i mitur, për atë arsye ndoshta nuk mund të them tani shumë detaje derisa të kryen edhe hetimet edhe krejt ata, por në anën tjetër nuk është dhe shumë rëndësi, edhe pse është me rëndësi sepse të miturit në shoqërinë tonë po rriten në një ambient mjaft toksik. Patjetër është shumë e rëndësi që pikërisht këto gjenerata të jenë më human, të jenë më të afërt, të ndryshojnë mënyrën e perceptimit jetës. Është e papranueshme kjo. Sepse nëse rriten në ambiente ku dhuna sistematike është prezente, ne dimë edhe sa dhunë familje kemi në Kosovë, statistikat tregojnë sa do të thotë sa familje përjetojnë atë dhunë, fëmijët pastaj normalizohen me atë, dhe pastaj kënë gjenë atë më të pambrojtërin që është një klysh i vogël, ose 4 klysh të vegjën në këtë aspekt. Kështu që tash po mundohen thonë se i mituri ka qenë në një vetur dhe i ka shkel me vetur, që nuk e besojmë as pak, sepse... Pse nuk e besojnë këtë verzion të policisë? Sepse, jo dhe të policisë, policia ka marrë këtë nga deklaratat, nga deklaratat e personave, sepse vret qartë që gjakderdhja ka ardhur nga një vepër dhune aty për aty, goditja aty për aty. Edhe sipas informatave që kemi, ende nuk e kemi lexuar raportin e autopsisë që veterinari i komunës së Prishtinës Kreshnik Vesa e ka përgatitur, do thotë pasi që e ka bënë autopsi. Po për disa fjalë kemi që nuk
nuk tregon që ka qenë shkelje me vetur, sepse dhe shkeljet Plus janë më të ndryshme. Plus janë 4, si arriti të 4. Sepse ikin, nëse njën shkeljet tjertë ikin, edhe shkeljet zakonisht, sepse klysht kanë ashtat shumë but, trupin shumë but, ishin shtyp shumë edhe organit ju këshin dalë jashtë, po flasin tema shumë të këqia dhe të brishta. E rëndë për të dëgju, po është realitet. Kjo është realitet, kështu që jemi të sigur që aty ka pas goditje, me shkop ose qka do tjetër është kesh themi, po është letë ti kapin disa klisht pa fajshëm që ndoshta kanë pri që ju shën dikush ose i ledha tën dikush. Kështu që policia e Kosovës, ne kemi pas edhe këta po ndërlidhi tash një trajnim 2024, fund 2024 me disa prokuror edhe policë hetus, me një ekspert Mark Rendell që ka qenë hetus policor në Britani të Madhe, i cili është marrë shumë e këto aktet edhe terroriste, edhe kriminalitetin e lartë njerëzve, por edhe me kafsh. Dhe ai ka si pas studimeve të shumëta, jo vetëm në Britaninë e Madhe, por në gjithë botën, që kanë një ndërlidhje shumë të afërt mes mizorisë ndaj kafshëve dhe njerëzve. Ai potencike që të miturit që bëjnë abuzime ndaj kafshëve është një indikator, një faktor shumë i rëndësishëm që me e thellu hetimin edhe tek familjet e tyre, të shoqëria e tyre, se dikush ata të rinj po i dhunon sistematikisht. Bile e kanë ndërlidhje edhe me dhunë seksuale të fëmijëve. Të thotë fëmijët që janë të prirur, të ushtrojnë dhunë. Ndaj kafshëve, ka një historik, do të thëtë me 1% dikon 70%, nuk kemi sigurit se studimet të regojnë, që ata fëmijë kanë pritu në familje të tyre, ose shkollat, ose rreten e tyre edhe dhunë psiqike. Pra, po flasim për një shqetësim shumë të madh për shoqërinë tonë që duhet të t'i kaloj këtë masën, hajtë se janë konja 4 klësh aty. Ose ka gabu se të ritë bëjnë disa shere, nuk është shere. Me thënë, kalon këtë, po flasim për një problematik shumë serioze për shoqërinë tonë, për fëmijët tonë, që duhet të jetë alarmante dhe të kërkohet një ndërhyrje më i hershme institucionale. Edhe më thellë, jo vetëm mbahet në sipërfaqe. Në si shoqëri është mirë, sepse këto pastaj edhe i trajtojmë edhe disa tema tjera, pastaj zbulojmë edhe dhunën familje, një mënyrë i shërojmë disa aspekte nga rënjet e jo vetëm të merrem sipërfaqësisht pse një i ri pas ka gabu një herë dhe i ka godit disa klysh. Sepse jam e sigurt që edhe më herët ka ndodhur nëse ai akt ka ndodhur aty kaq ashiqaren publik, por në anën tjetër edhe nuk na siguron që ai person, qoftë i rritur apo i mitur, nuk do të veprojë prapë njëjë. E qartë. Ilza, pa dashur me neglizhu këtë çështje me bamë të vogël ose më të madhe si që është, shqetësimi edhe më i madh është gjetjet e raportit të fundit që keni bërë sa i përket numrit të qenëve ndacak në Kosovë, gjendjes së tyre, kushteve në të cilat ata jetojnë. Janë mbi 50.000 qenë ndacak që i kemi nëpër territorin e Kosovës, diku më pak, diku më shumë, por është një shifër alarmante, sepse ne po flasim për vite të tëra, kampanja të ndryshme, zotime të kompanive, të komunave të ndryshme në Kosovë që do të bëjnë zvogëlimin e këtyre qenëve në kuptimin që të mos lejohet rritja e numrit të tyre, akomodimit të tyre në për qendra, në për shtëpi, në për strehimore. Si ndodhë që pas krejt këtyre fjalëve dhe premtimeve që do të bëhet një zgjidhje përfundimtare për këtë çështje, ne vazhdojmë me pas një numër kaq të madh të qenëve ndacak, të cilët jetojnë në kushte të mjerueshme, që është e vërteta. Po, atëherë edhe janë interesant këto gjetje dhe jemi shumë krenar që si organizat, bashkë me organizatën For Pass International kemi mujt me realizu, sepse ne si organizat që është në vitin 2022, kërë kemi bën një trajnim nga ICAM, është një organizat që i ka disa organizata partnere mrenda dhe mundohen me këshillu të gjitha organizata në barë botën edhe institucionet për menaxhim të mirëfill qenëve ndacak, të popullsisë qenëve në përgjithësi, dhe kemi bën një trajnim aty shumë profesional mrenda stafit të tyre, ka njerëz që kanë bërë edhe doktoratur për këtë çështje, do të thotë nuk e kanë vetëm një metodë aty këtu që është zbuludje, po është diçka mbrapa shumë serioze dhe çdo kush që është interesuar mundet me lexu raportin dhe me kuptu më mirë për metodologjinë. Kështu që pastaj në partneritet me For Pass International jemi dakord që tentojmë ta bëjmë në gjithë Kosovën, sepse ne po e shohim që shpesh herë kur kemi kërkuar nga qeveritë të ndryshme gjatë sa viteve që ne operojmë si organizat, kemi kërku ndoshta buxhet ose fondi, jo ne direkt, po që të alokohen tek komuna që të veprohet më mirë, edhe më paralelisht. Dhe gjithmonë kanë thënë, po sa është numri i qenëve, qysh duhet me ardhur deri tek një buxhet ideal që me u trajtu qenë të ndacak në gjithë Kosovën nga gjitha komuna. Edhe gjithmonë është një shifër me hamencim, jo vetëm nga ne, por nga të gjitha institucionet, dhe më në fund e kemi tash një raport ku tregohet saktë se çka kanë bërë komunat ose
Kjo nuk është shumë, raporti as pak nuk ka bëj me, ose nuk synon me kritiku ndonjë komunë. Po në anën tjetër me tjetër, prezentu realitetin. fiks, që komunat me marrë edhe si reflektim, nëse veç dojnë me marrë si reflektim, se kam përshtypjen që mendojnë që kur jepin 300.000 euro, ose si komuna e Prishtinës 4 milion euro, pastaj kryhet se e kanë bë atë vetëm, po nuk është vetëm sa buxhet ki edhe sa po alokon edhe çyshe menaxhon atë buxhet, çyshe menaxhon çështjen projektet e qenëve ndaca, kastrimin, sterilizimin, edukimin shoqëri, edukimin e pronësisë qenëve, se ata po i sjellin qenët ndacak. Hiç më herët me kolegët e juaj këtu e patëm një diskutim që pse po vinë ka shumë qenë ndacak, do thotë komuna e Prishtinës 2000 qenë po thotë që i ka largu nga qyteti. Edhe prap kemi qenë ndacak në qytet. Do thotë raporti i fundit ka treguar që kush po sjell ata qenë? Po braktisën vazhdimisht prej njerëzve. Do thotë janë vetë qytetarët ata të cilët kanë këta qenë, i blejnë, i marrin dhe më pas për arsye të ndryshme i po, për arsye të ndryshme i braktisin, ose i kanë duke i mbajt disa qenë me një hapësirë të tyre, ata mbarshtohen, do të shumohen, edhe pastaj klysh t'i hedhen në rrugë, pastaj ata klysh rriten, jetojnë në periferi për shembull të Prishtinës, Prishtina nuk i trajton fare, ose peja, ose vushtria, do të qenë në periferi pastaj jetojnë mjaft gjatë, e bëjnë një territor të përshtatshëm ku kanë veturinashëm, ku rriten mirë, ku mbarshtohen, do të thotë shumohen, edhe pastaj vazhdimisht vinë klysht. Pastaj dikush në lagje ose në një fshat caktuar në periferi i pengojnë 20-30 klysh ose 20-30 qenë dhe i merr ndoshta i bart me një vend tjetër. I sjell në qendër ndoshta. Kështu që këto lëvizje ne i quajmë si dinamike qenëve, se nga lindja e ku përfundojnë, vjen pikërisht prej njeriut, prej shoqërisë tonë, edhe pse komunat asnjëherë nuk janë marrë në mënyrë strategjike dhe në mënyrë paralele të trajtojnë këtë problematikë me kastrim sterilizim. Raporti, kur disa e kanë lexuar, ka menduar që nuk po funksionon ka kastrimi sterilizimi. Funksionon kastrimi, bile shumë mirë, është e vërtetuar nga Forpas International që me disa komuna si në Bullgari dhe në Rumani ka funksionuar kastrimi sterilizimi dhe në mënyrë qëndrueshme dhe humane është reduktuar numri i qenëve. Pastaj kur kemi një reduktim qenëve në rrugë, mundëm ma let me dizajnu strehimin e tyre, trajtimin e tyre, krejt ato, ose dhe adoptimin e tyre. Kështu që kjo duhet jetë një reflektim për komunat që të mendojnë më mirë se si të intervenojnë. Të shohin se kuj kanë të metat dhe të punojnë drejt për drejt në to. Peja, Prishtina dhe Zveçani, prej asaj që arrita me lexu në raport, kanë më së shumë t'i qenë e ndasak. Çfarë nuk po funksionon në nivelin lokal, nëse veç flasim si tërsi për këto komuna? Faktikisht, Prishtina, Peja dhe Ferizaj kanë më së shumti si qytete, si zona urbane, po si rajone, Prishtina prin me 11.000 qenë, do të përmbin 11.000 qenë në gjitha komunat, pastaj vjen si rajon komuna e Gjakovës edhe e Pejës. Do të to kanë më së shumti qenë ndasak si rajone, pastaj edhe të tjera dikon rreth 5.000. Janë për afërt. Por si zona urbane kemi vrej që ku ka më shumë dënësit në popullësisë, në veturinave, të jetës më dinamike, ka dhe qenë më shumë. Ose të paktën edhe, si që tash ma heret, këtë nuk e dim tash saktë se pa bë disa anketime ose studime më thella, do shta njerëz në periferi fshatra ku vazhdimisht shumohen qenë, i sjellin në qendër, të thonë do shta aty dikush i sheh dhe i ju bën çare. Ose dhe nisën prej atij mendimi që e kanë më të lehtë me gjetë ushqim se sa me. Ose i shohin këta komunës edhe i kastrojnë, sterilizojnë më lehtë, se i marrin në strehim. Kur flasim për sterilizimin, është një përqindje e vogël e qenëve, mos gabofsha 11% ishte në gjithë Kosovën, një proces për cilin është fol kaq shumë, janë dhënë kaq shumë fonde, janë thirrur në zgjedhje të problemit përfundimisht, por në fakt është një shifër shumë e vogël dhe jashtëzakonisht shqetësuese. Kush po e pengon këtë proces? A është kjo mungesa e fondeve, nuk janë mjaftueshme këto që po ndahen, a është mungesa e vullnetit të institucioneve që me vepru konkretisht në këtë punë, a nuk jem të ditë çka me bu? është një kombinim. Miri the, të gjitha po është një farë kombinimi që ndoshta mund të shohim, po në anën tjetër ne prapë mendojmë që me komuna duhet ulur dhe të bisedohet, edhe ju ndihmohet që ta planifikojnë sa më mirë këtë projektin komunal për intervenim, edhe bazë statistikave që tash janë të pranishme. Numri, do të thonë shkalla përqindja 11% në gjithë Kosovën është jashtëzakonisht e ulët. Do të thotë vetëm 11% qenëve të Kosovës nuk shumohen. Gati 90%
tjerë janë vazhdimisht në potencial shumimit. Kështu që kjo është shumë shqetësuese në anën tjetër për Prishtinën jemi shumë të dëshpëruar që ne si organizatë paktën, po flas vetëm mendimet e organizatës tonë, jo direkt For Pass International, që në vitin 2022-2023 kur kemi bë disa anketime të para, ka dalë diku 58-59% shkolla e sterilizimit, sepse ka pas shumë qenë sterilizum, ka qenë 4 operator ekonomik duke punu vazhdimisht në komunë Prishtinës duke sterilizu kastru, tash i kemi një përqindje diku 21%, po, 21.65%, që prapë është më e larta nga gjitha komunat e Kosovës, faktikisht Juniku dhe Deçani kanë më të lartat, se ka Deçan më pak, po dhe është bën një intervenim nga organizata For Pass një vit më herët, dhe shihet me një rezultati ku punohet seriozisht në strategjike në gjithë territorin, atëherë dhe shkolla sterilizimit del më lart. Të Prishtina nuk është dashur me ranë 21%, është dashur me u ngrit në 80%. Që mos me pas në sot klysh. Vete ceke më herë që prej shpis deri te puna she klysh. Të pa mbrojtur, pa sterilizu kastru, të pa imunizum, do të thotë nuk kanë as vaksinë të tërbimit. E tash Komuna e Prishtinës disa qani ka largu, tu i financu adoptues të jashtëligjshëm, me i mbajt një grumbull qanç që kanë qenë tu jetu në rrugët tona, apo që tash prapë rrugët tona mbushën me qenë tjerë, 3 që nuk janë sterilizum kastrum, dhe po shpresojmë që në 4 vitet e ardhshme, kryetari aktual ka me marrë shumë seriozisht këtë çështjen e qenëve ndacak. Urojë, në fund të fundit është në të mirë të qytetarëve të këtij vendi, sepse fund të fundit edhe qytetarët nuk është që kanë faj, sepse një pjesë e tyre shpeshherë pësojnë nga qenët e ndacak, por që prapë se prapë është faj vetëm i yni, jo i tyne. Asesi. Përmende pronarët e qenëve ndacak. Ka pasur shumë helmime kohëve të fundit në qytetet të ndryshme të Kosovës. Ne që jemi pjesë e grupeve për mbrojtjet e kafshëve, kemi parë në vazhdimsi, jo vetëm ne, por edhe qytetarët, patjetër, postime që flasim për ka qenë të helmuar, për ka qenë të cilët janë në gjendje të mjerueshme diku tjetër. Ka pasur reagime konkrete, hulumtime konkrete që ky krim, sepse në fakt është krim, të zbulohet. Faktikisht ne gjithmonë e kontaktojmë policinë dhe policia vazhdimisht na thotë që kanë qenë tek vendi i ngjarjes, nuk kanë gjetur ndonjë mostër, sepse duhet edhe një mostër që qihet me çka janë helmu. Por nganjëherë thonë që kanë gjetur diçka, po asnjëherë nuk janë marrë më seriozisht që të intervistojnë lagjën, sepse këtu duhet të donë edhe një fushat vjedisuese për njerëz, sepse është e rrezikshme që me ato masa toksike helmuese të shkaktojnë edhe probleme tjera për fëmijët e lagjës aty, për njerëz tjerë. Kështu që më mirë me bo presion edhe mediatik të komuna që të largohen disa që ndoshta agresiv, ose që po i pengoj kanë qytetarët, të kontaktojnë një organizatë jo qeveritare, një shpeshherë mundohem që të flasim me qytetarët, që t'ja shpjegojmë pse vjen problemi, si vjen problemi. Sfundmi kemi pas edhe një diskutim me një person, me një lagje këtu në Kodevic, me sa s'ka bëj, që kam pas sulme nga qenët e ndacak, dhe ata thëshin a me marrë na vetë ndorë situatën, se s'kemi zgjidhje tjetër, se s'jena të mujtë me dalë. Edhe pastaj unë i kam qetësu edhe i kam këshillu që me kontaktu komunën e Prishtinës, me kontaktu që mi marrë qenë, duhet gjithmonë një zgjidhje sa ma e humane, sa ma e qetë, sepse nuk zgjidhim hiq asgjë në afat të gjatë nëse i vrasim vazhdimisht. Përveç që është jashtë ligjore, po tash edhe në këta edhe mi bind pak qytetarë që veç e kanë mendje vrasjen që nuk është rrugë ajo. Po du me ndërlidh pikërisht kjo, sepse në këtë raport fondacioni kërkan me pas ose propozon një strategji humane, ndryshe nga mazat reaktive që nuk janë funksiono, që realisht nuk po funksionojnë në vendin tonë. Cila do të mund të ishte një zgjidhje reale që Kosova duhet patjetër ta zbatoj, që një herë mirë të menjanojmë këtë problematikë, mos ta kemi pjesë të përditshmërisë tonë, sepse fundit është shumë e rrezikshme të dërgosh fëmijët në shkollë në një rrugë ku e din që ka qenë ndacak të cilët mund të jenë edhe agresiv. Por në të njëjtën kohë është jashtëzakonisht dështuese të shohësh se si 4 këlysh të sapo lindur të vriten në një mënyrë kaq barbare. Shumë e vërtet. Atëherë gjitha komunat kanë dispozicion rrjetet sociale, që janë kanale pa pagesë që të dalin të flasin me qytetarët e tyre. Pikës pari, të ndërmarrin kastrim sterilizim masiv në qytetin e tyre, në bazë numri që e kanë. Mirë që e ceke me herë që a ka buxhet mjaftueshëm apo jo, për shembull komuna e Fushë Kosovës nëse jep një buxhet rreth
20.000 euro në vit për trajtimin e qenëve nda cak, ose veç po them tash nuk e di saktë, ose vetëm tash po dujeve se patëm një takim, 35.000 euro, dikun 350-400 qenë mundet mi trajtu, kurse po dujeva ka dikun rreth 2.400 qenë, se s'gaboj se më shumë. Të thëtë, nëse po dujeva ka 2.000 diçka qenë, më shumë se 2.000 qenë, edhe po i trajton në vit vetëm 300-400, atë nuk është e mjaftueshme. Nëse fush Kosova është duke i trajtu vetëm 20% qenëve që duhet të trajtohen, atë nuk është e mjaftueshme, njëjtë edhe Prishtina. Të thëtë, edhe alokimi i buxhetit duhet të jetë në proporcion me numrin që i kemi. Disa komuna është vërtet që thonë nuk kemi buxhet, nuk mund të me kërku ma shumë buxhet se ndoshta për një linjë tjetër ose për një investim tjetër. Këto kemi bisedu dhe me qeverinë, edhe vazhdimisht kërkojmë në formimin e qeverisë në të ardhmen, do të bisedojmë dhe të bëjmë sa më shumë presion që të ndihmojnë komunave edhe në menaxhim, se nuk kanë shumë kapacitete që ti menaxhojnë si që duhet. Do njerë kanë vullnetin, por mungon eksperienca. Shumë e vërtet, është një farë kombinimi, aty dikush ka më shumë vullnet, po pastaj nuk i zbatën si që duhet, kështu që një koordinim mes nivelit qendror dhe lokal është i nevojshëm. Por gjithsesi duhet kuptojnë komuna që ky projekt, ky menaxhim është i tyre dhe ata duhet ta ndjejnë atë përgjegjësinë atë barën kryesore. Jo që të thonë vazhdimisht duhet qeveria me ndo pare, nuk është gjithçka tek paret. Mbi 200 po kontrata publike jep nga 2009 deri tash, mësë shumë të prej 2016 deri 2025, edhe janë shpenzu dikun 10 milion euro nga gjitha komunat. Për këtë problematik, dhe vazhdojmë ende të kemi një numër kaq të madh. Me 10 milion euro, nëse vazhdimisht ishpunu në kastrim sterilizim, shumë pak qenë këshim pa në rrugë. Do të këshin qenë disa qenë, sepse praktisen, ka një gjatësi. po kishin mujtë me ndërtu streamore të ndryshme, me bashkëpunu me shoqërinë civile, me shumë organizata tjera dhe me gjithë një farë zgjidhje shumë humane. Por me 10 milion euro të arshme, në 10 vitet e arshme, po shpresojmë, ose në 5 vitet e arshme, po shpresojmë që ta marrin shumë seriozisht dhe të bazohen në strategjinë kombëtare, në masat cilat propozohen që të kastrohen, sterilizohen qenë, të kontrollohen pronarët e qenëve, sepse pronarët e qenëve vazhdimisht po mbashtojnë. Të bëhet evidentimi i tyre. Bile në raport në fund aty ku flitet për kujdestarin, do të thotë se sa qenë me qafore bredhin rrugëve, Rahoveci, Prizreni dhe disa Zveçani, janë pasi në disa komuna ka shumë qenë me qafore që i bjen ose ndoshta atë komuniteti qenë që aktivistët, po më shumë janë qenë që i mbajnë familjet, po që i lejojnë me bredh lirshëm. Ke bjen që nëse i lejojmë qenë tonë të bredhin lirshëm, shumohen vazhdimisht dhe kështu kemi një cikël të vazhdueshëm të problemit pa një zgjidhje reale. Elza, unë do doja që në intervistën e radhës të flasim për gjëra më pozitive dhe mbi gjitha për një ndërgjithësim të shoqërisë sonë që këto kafshë fundit kanë shpirt, ndjejnë dhimbje njësoj si ne, dhe nëse institucionet nuk i marrin seriozisht, të paktën ne si njerëz ti trajtojmë në mënyrën më humane të mundshme. Po shpresoj që do të flasim për diçka më të mirë. Shumë faleminderit.